Pa je preku për kredo personale në kurris shiko pa kontekstin të luftëtarëve të UÇK-s. Po shiko pa kontekstin se si prend. Po e prek. Për hir të zoti president, le të bëjmë diçka përpara se, siç thoni ju, gjëra shumë të këqija mund të ndodhin sërish. Më parë Trumpi kishte folur për Iran, kur kishte thënë nëse nuk pranoni këtë marrëveshje brenda 10 ditësh, gjëra shumë të këqija mund të ndodhin. Dhe Rama e kopjoi këtë fjalinë dhe thash gjëra shumë të këqija mund të ndodhin sërish në rajonin ton Ballkan. Ore çfarë ndodhin domosdoshmë? E para herë, domethënë, e para herë, domethënë, nuk kishte vendi për të diskutuar. Ky është një skenar domethënë që nuk I qëndronte atij takimi. Morësh I qëndronte fare. Ta thash dhe herë. Hashim Thaçi është arrestuar në momentin që do shkonte në takim me presidentin Trump mandatin e parë. Ja tha ai. Ja tha, e përmendi. Çfarë bëri presidenti Trump? Nuk bëri dot I deklarat. Ore nuk mund bëj presidenti I Amerikës, domethënë, nuk mund të hyj procese gjyqësore në vend vet, jo do hyj në Hag. Ndoshta do I vi mirë mandit mendimi analiza që mund bëj. Ndoshta Edi Rama është mësuar që gjykata në Shqipëri edhe t'i kontrolloj. Dhe në pikërisht pra dështë të bënte analogji me Manduela, mundo. Dështë të bënte analogji. Ç'pun kishte me Jack Smithin? Me Jack Smith. Pushteti mbi çdo pushteti Donald Trump. Se ishte dhe goditje ulët, mundo. Jack Smith është marrë me çështjen e 4 luftarëve të UÇK-s, domethënë që përpara se të merrte me Trumpin. E ka menduar se për t'i bërë qefin në Trumpit. Një mundësi për prokurorin tjetër amerikan që kanë po pikërisht për analogji e pastër. Edhe mu po më sulmojnë atje domethënë amudo sepse jam I drejtë. Unë mendoj që e ka parë edhe në këtë këndvështrim, pse jo? Po pra, po pati njerëz që menduan që këta që shpresojnë në Shqipëri që nuk do të vazhdojmë këtë sulme ndaj drejtësisë dhe prokurorëve etj. Momentin që shikojnë që e bëri ndonjë presidenti amerikan për prokurorët amerikanë. Ore, e bëri ndërkombëtarisht. Po ishte ideja që mos keni shpresë. Ore, e bëri ndërkombëtarisht. Po mirë, po mos dëgjove në një moment ti që të thoshte Donald Trump, zoti kryeministër, keni shumë drejt, duhet ta shohim sjelljen dhe qasjen e gjykatës. Leça thon këta, domethënë tregoj këto e tregoj, ishte një shturp I madh ajo që ka ndodhur më pas ajo biseda që ndodhi më mbrapa me Vjosën ishte për të thuar më shumë rreth këtij momenti. E para herë është pas bardhur, domethënë e dyta po të shohësh domethënë amudo ka I shmanget qatë presidenti domethënë dhe ky me fusni video domethënë. Nëse presidenti Edhe ka dhe I lloj nervozizmi Trubios që vite vërdall që shifte këtë tonin domethënë. Nëse presidenti amerikan do t'i thoshte zoti kryeministër, e kuptoj shqetësimin tuaj dhe për hir të Zotit duhet të veprojmë dhe të reagojmë për këtë situatë, është okay. Është tjetër gjë. Por presidenti amerikan ju drejtua Vjosa Osmanit, tha, nëse do të keni probleme ju për raportin me Serbin, më telefononi. Pra, ju drejtua presidentes së Kosovës, nuk ju drejtua kryeministrit e Tiranës. Një sekond. Po edhe në fillim, po të shohësh renditjen e shteteve, flamuri I parë, sepse ata e kanë bërë në rend alfabetik. Flamuri I parë ishte Shqipëria, I dyti vite Argentina, etj. Si filloi fjalimi? Jemi të nderuar sot tha që presin këtu në këtë vend tha. Prime Minister of Albania ose Albanian Prime Minister Rama, kaq. E mbylli. Pastaj kaloi ke Argentina. Tha, Milaj tha. Milaj në mbështes. Domethënë ishte hyrje protokolli, ishte hyrje protokolli. Dakor. Ndërsa mbështetja, mbështetja u dhan komente, jo I sekond. Të falenderoj që je dhe ne jemi me ty dhe të mbështesim. Ore, ishte jo Milajin. Çfarë tha për Milajin? E mbështes ta. Edhe ato sekretarin e partë Partisë Komuniste të Vietnamit tha e mbështes. Vetëm këtë s'tha ne gjë domun. Këta morën pjesë të protokollit. Aty ishte hyrja protokolli dhe tha, I nderuar që më ardhe Edi Rama. Po jo është zotëri domethënë, I nderuar domethënë ishte pjesa hyrjes fjalimit. Është pjesë mund të shihni domethënë në renditjen e flamurëve. Shqipëria është e para, e dyta Argentina, vjen Azerbajxhani, të gjithë dhe këta domethënë I bërin ai koment. Vetëm aty tha Rama, kalo ke Argentina. Po I nderuar I tha. Po I nderuar do të thotë nëse është protokolli. A mori Rama mjaftueshëm nga pikpamja e vet parë me lupën e politikës tonë të brendshme. A mori mjaftueshëm nga Washingtoni për të sheshuar ose për të hequr opozitës këtë armën, le të themi që nuk të do Amerika, nuk e kalon dot oqeanin e të tjera si këto? Unë mendoj që Rama ja hoqi një armë, le të themi? Nuk e shoh kështu. Unë mendoj që Rama tek qytetarët, tek njerëzit që nuk futen në analiza të thella, mori një lloj suporti elektoral. E them kështu? Politikë brendshme. Politikë brendshme. Për mbështetësit, për qytetarët,
në gjuhë të thjeshtë thonë, po, ai pati guximin, shkoi foli, ngriti shqetësime, i dha dorën presidentit amerikan, po e tha dhe e mandi. Këto janë protokolle dhe sigurisht që në këto lloj rastesh nuk besoj që i ngrën në pik kryeministrit, se u takua me presidentin, se ishte një bord i paqes, që ishte gjitha shtetet pjesëmarrëse. A ishte gavë dhe fakti që ishte fryrë nga opozita kjo gjë që po, mendoj që këtu është nuk shkoi në Davos të firmosë. Kjo është strategji e gabuar e opozitës që luan me se mendoj ashtu domun. Automatikisht pastaj ra. Se mendoj ashtu domun. Strategji e gabuar e opozitës që luan me elementin e jashtëm. Opozita luan me elementin e brendshëm për të përcjellë jashtë. Luan me Donald Trump dhe George Soros, dim gjitha akuzat dhe artikulimet. Por protokolli, siç tha Mandi, ja kërkon çdo lloj elementi, çdo lloj aktiviteti që shtetet të jenë pjesëmarrëse dhe të mbajnë qendrimin. Filloj me Shqipërinë, domethënë kaq. Nuk ka të bëjë me mbështetjen ose zbutjen e marrëdhënieve të kryeministit Rama me Donald Trump, me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Opozita e luajti shumë mirë atë, domethënë se në Davos, atë Davos, të luajti shumë mirë. Me logjikë Mandi, ja ta them unë me logjikë. Më fal, ja një sekondë ta bëj. Unë kam bërë analizë sepse nga një pyetje. Po prit për një sekondë. Një moment të lutem. Ne ishim veni i parë që kemi ratifikuar marrëveshjen për Trumpin. E mlodhi kuvendin dhe skelja rregullore. Si nuk e doni. Po i sekond më burr. Po i ndrita, mund të poprit më burr, se nuk e rrezoj. Ora nuk e rrezoj Ramën, jo. Ti po sekond po prit pra logjik të ta nxjerr unë, domethënë. Logjika është kjo. Ne ishim veni i parë që e ratifikuam. Rama doli domethënë shprehu të gjithë gatishmërinë e madhe domethënë për të marrë pjesë. Dhe çfarë ndodhi? Aty domethënë shtetet themeluese u thirrën 19 mes tyre dhe Kosova. 6 shtete u lanë jashtë. Procedurë pritje. Ndërkohë domethënë Kosova nuk ka ratifikuar akoma marrëveshjen. Parlament. Se ka kaluar akoma Kurti. Dhe ai e mori e vuni aty. E njofti faktorej. Kurse ti domethënë ç'as bëre nxore atë domethënë jashtë shtesa ime, që unë për mendimin tim domethënë do ketë bënë një puç Baronbekës ai. Po, i bënë të gjitha, e mlodhe kuvendin shkeljet rregullores. Gjithë presidentët, vetëm ky kryeministri atje. S'kemi presidente. Po jo, ose ministrat jashtëm. Jo, nëse shkon te ministri jashtëm, e lëm te kryeministri, po. Edhe shkoi ky domethënë, kur vjen puna domethënë, ja po presi çik i vankën. Muhabete katuni. Po më fal, diçka ka ndodhur. Kush ishin vendet që ishin lënë procedurë pritje? Vietnami, Bielorusia, Kuvaiti, Kambodja. Edhe neve. Ne si vend antari NATO-s, se 3 vende janë shkretën antarë NATO-s në atë bordë. Duhet ishim vend të parë. Po pra, ne nxituam gjitha palet të plotësim atë. Ti plotësove të gjitha, ja dhe të gjitha në tavë, dhe i të la, për di qika dysë, flasi. Pra, dhe më thëmë, në çdo vend të botës, në qoftë se do kështë ndodhë kjo, normali që të përdojre. Dhe e që thotë, Vjosa Osmanin e njofti si faktor. Vjosa Osmani, Marco Rubio, sepse ne patëm 2 shtetet shqiptare në këtë. Jo, i sekond, me që jemi këtë pjesë. Po, një pyetje. Po jam ta bëj pyetje dhe do flasësh ti, u vetëm pyetje do bëj. Çfarë morëm? Jemi gjithmonë te kjo pyetje, çfarë mori Rama politikisht nga vizita në Washington? Për te eventi. Sigurt që ka marrë diçka patjetër Rama. Not Sorokun pra ka marrë, po themi domon ka kajor. Ka mori, unë thash çfarë mori? Not Sorokun pra. Po pra. Që ka marrë patjetër diçka. Unë e shoh si pjesë e punës protokollare mo. Po ti vetë the tani pak më parë që politikisht mori diçka në Shqipëri, në elektoratin Shqipëri.